Përshëndetje. Përshëndetje. Personazhi që kemi sot të ftuar në Thumb është shumë dimensional. Ai bën të gjitha. Është piktor, arkitekt, aktor, skenarist, është politikan dhe jam e bindur, ta dish, unë jam e sigurt mund të vëmë edhe bazë që gjatë intervistës sot do dali që është ndonjë gjë tjetër. Të tipit? Prit ta marrësh vesh pak më vonë, por unë si gjithmonë kam qejf që ta lë surprizë, kështu që të ndjeki më parë si vin, që ju të thoni kush është ky dhe pastaj do kthehemi sërish këtu edhe do fillojmë me intervistën që do jetë shumë e bukur. I diplomuar për pikturë në Akademinë e Arteve dhe për arkitekturë, Florian Binaj ka zgjedhur si profesion të parë aktrimin. I njohur si polici më i famshëm në Shqipëri, ai prej vitesh tashmë është ndruar në një prej personazheve më të dashur për publikun. Ka veshur shpesh petkun e profileve të ndryshme të shoqërisë, nga njeriu i thjeshtë tek politikani, por nga ana tjetër, Flori ka qenë gjithnjë i rezervuar për jetën e tij private. Vajza Krena ja ka zbukuruar marrëdhënien me partneren e tij Sadina, ndërkohë që ata janë në pritje të fëmijës së dytë. Piktor, aktor, moderator, familjar, Flori gjen kohën dhe për të ushtruar pasionet e tij për muzikën dhe sportet ekstreme. Së fundmi ai është përkushtuar dhe bamirësisë për të ndihmuar njerëzit në nevojë, gest që afroi akoma më shumë me publikun. Florian Binaj rrëfen në Thumb, anën e panjohur të tij. Flori. Nëse e kuptojmë kush Flori, se mund të jemi ne të dyja dhe qafa e këtij personazhi. Në fakt, Flori, siç e ndoqëm edhe nga profili që sapo prezantuam, është hera e parë që të shikojmë në profilin e një bamirësi. Jemi mësuar që të kënaqemi, të argëtohemi, të qeshim pafund, tani na bëri për çfarë më burr? Si është kjo punë? Është shumë e thjeshtë, të gjithë ne kemi mundësi të ndihmojmë dikë, sepse gjithmonë është dikush që është më i varfër dhe më i pasur se sa ne. Në fakt unë kontaktova nga Arbri, i cili ka fundjavë ndryshe, dhe ai më tha për të ndihmuar një familje. Kur shkuam atje, pasi çuam ushqimet, kuptuam që ata kishin probleme të tjera. Ishte një vajzë që ishte nxënëse shumë e mirë, por s'kishte mundësi ndiqte anglishtën. Kështu që vendosa që t'ia paguaj kursin për një vit, në mënyrë që ajo ta ketë mundësi, sepse është një investim që do i zgjasë për gjithë jetën. Je bërë më i ndjeshëm tani që je bërë baba? Shumë, zakonisht shumë. Madje jam bërë shumë i ndjeshëm, kam zbuluar shumë gjëra të reja ke vetja ime dhe i them her pas here vajzës para se ta zërgjumi, ku ishe mi goce, ku ishe. Në portalin që ne drejtojmë, lajmi që sapo përmendëm ka qenë më i klikuari. Është lajmi që e tërheq publikun apo është Flori që e ka habitur publikun me këtë anën e tij që mbase nuk e njihnin? Ti si e shpjegon? Mendoj që në këto kohë të këqija njerëzit kanë nevojë të shohin dhe të dëgjojnë gjëra të bukura. Pra, mos dëgjojnë vetëm politik, mos dëgjojnë vetëm çfarë bëjnë në VIP-at, si shpenzojnë VIP-at etj. Me radhë, po të shohin dhe gjëra humane. Dhe do i thoya shumë të gjithëve që në vend që të rinë të bëjnë like, shkojnë dhe ata të ndihmojnë dikë që ka nevojë. Ka dhe nga ata që thonë që mos e bën për të rënë syke. Ka nga ata që thonë që ti po përgatit terrenin për të bërë kryeministri i ardhshëm, se je mërzitur të jesh kryeministri vetëm në rol. Kam dëgjuar edhe kështu që do bëj deputet. Hiku dhe ky. Le ke për ta patin mas zgjedhjeve, sado ashtu. Gojë të këqija le të flasin, ata që duan punojnë, ata që duan bëjnë bamirësi, kush do të ecë përpara ecë. Jo, mi që jemi tek politika dhe te Rama. Ke pasur ndonjë komunikim këto kohë të fundit? Kohë të fundit jo. Jo, s'ke shkëmbyer ndonjë mesazh ndonjë gjë ja. Jo shumë, se ai ka qenë shumë i zënë, unë kam qenë shumë i zënë. Do të thënë, ai ka qenë shumë i zënë me ne kemi qenë shumë zënë me atë, kështu që nuk është se kemi pasur shumë. Herën e fundit çfarë ka thënë? Ai është një ndjekës i rregullt i portokallis. Përveç asaj më jepte edhe këshilla herën e fundit. Në farë mënyrë atij pëlqen, sepse sado keq mund ta servirim ne. Është reklam. Ka një moment që lodhe që ju thua që s'kam më çati bëj këtë burr, du ta lë fare. Jo vetëm kryeministri Rama, po gjithë qeveria, të gjitha qeveritë janë një burim i pashtershëm frymëzimi për ne, për t'i thënë gjërat popullit ashtu siç janë. Dhe në mënyrë komike. Kështu që për sa kohë të ketë qeveri, do ketë portokalli. Me që jemi te portokallia, ti je këtë sezon di ndonjë gjë se kanë dalë ca lista? Unë aplikova, po nuk e mora. Me 9.7 mesatar nuk e fitova dot për këtë sezon. Tashi po presim të datën 2 tetor, të dielën, shohim. Nëse del emri aty, do je. Më duket se na zbulojnë, nda 2 fillon portokallia, Po, nda 2 tetor. Ti je shumë i rezervuar në për intervista, po unë për shembull jam kurioze të di përveç policit dhe përveç Edi Ramës. Çfarë do kemi tjetër nga Flori? Do kemi një dyshe të re bashkë me shokun tim të vogël, Irgeni, që flet për lekët, për parat. Është një dyshe çik abstrakto-komike, por që besoj do pritet shumë mirë nga publiku. Po të shikosh rrjetet e tua sociale, shikon pafund aventurat të tua, pjesë nga puna, ndërsa pjesa e familjes
Jo. Edhe me gocën ke qenë shumë i kufizuar. Pse kjo zgjedhje? Familja është vetëm pjesë të cilën unë dua ta shijoj tërësisht për veten. Pra, e kam për veten dhe dua për veten. Dhe nuk dua që sepse ka shumë kolegë që ato fotot i nxjerrin për të marrë ca like. Dua të jem shumë i rezervuar tek ajo pjesë sepse mendoj që është diçka tërësisht e imja. Flori si baba. Mua më pëlqen të jem gjithkohë si pranishëm familje, të luaj me vajzën, ta ndihmoj nusën time në vështirësitë që kam me vajzën. Vajza është shumë si çun komplet, domethënë, përpiqem mos i mungoj asnjë gjë, jo vetëm familjes time të re, por edhe familjes. E bën gocën për të qeshur shpesh apo je në shtëpi një çik kështu autoritare dhe i Jo, unë e bëj shumë për të qeshur, madje goca ime ka qeshur pa mbushur akoma 30 ditë. I thoja, Ukrena Makarena, po ja këndoja kështu Ukrena Makarena, Ukrena Makarena. Qesh, i thashun, qesh me vërtet apo? Të bë qefi që i dyti do jetë një kolinoz? Po, më bë shumë qef që jetë një kolinoz. Ata që nuk e din, personazhi Kol Frakushit, një nga djemtë ka emrin Kolinoz. Unë do të ngelim pak tek privatësia, tek Sadina, sepse ke foto me gjitha gratë e botës në Instagram, me Sadinën që është një kokorylli për ata që e kanë parë. Nuk para ke, ç'është kjo punë? Mos je çik xheloz ti Flori? S'ka lidhje me xhelozin, po është pikërisht në atë kuadrin e të mbajturit familjet për vete. Normalisht, unë sa herë që shkoj me pushim ose lëvizim jashtë Tiranës, unë jam gjithmonë ai kameramani që bëj foto të gjithëve, s'jam asnjëherë s'jam as gjikundi, janë gjithë tjerët, po s'jam unë. Dhe krijojmë shumë kujtime të bukura dhe kemi qejf të mbajmë për veten tonë. Dhe na tregosh një episod të lezetshëm xhelozie nga ana e saj. Në fillim bëj shumë xheloze se shifte njolla toni këtu. Ruzja ke këmisha. Pastaj e kuptoj që ti je aktor. Kuptoj që këtu jemi gjithë lym, vim pa lym, dalim të lym. Dhe tani ka arritur një pikë që më thonë miq tan për shkakun që Flor. E di, kështu bëhet për ditë këtë ke punë. Kështu që i kemi kaluar këtë fazë. Te shtatzania e dytë, je aq i friksuar, ti vetë si po i përjeton? Përpiqem mos ta mendoj fare, shpresojmë që fëmia e dytë të jetë më i qetë ndryshe nga vajza që ka qenë derisa ishte 3 muaj, i thoya vetes për natë ç'tu desh. Nuk përpiqem të bëj fare llogari, ajo që më vret më shumë është ku do flej. Sepse do bëhen dy, vajza është një xheloze e madhe, keq fare, madje I themi, bëj xhan lalin. Jo. Bën ti punë shtëpie? Mua më pëlqen të bëj shumë punë shtëpie, madje edhe kur ishte xhanën e parë, edhe tani e ndihmoj shumë ca gjëra, laj në xham, mor në plon, par në perde, se ne të gjatë për kështu gjona është në tun. Si dhe më pëlqen që pjesa teknike e shtëpisë, që janë çelësa dyer, brava, gjërat elektronike, janë specialiteti im, nuk I prek me dorë. Së fundmi ke pasur ekspozitën. Ke ndonjë plan veç sezonit të ri? Kam një plan të bëj një ekspozitë tjetër me karikaturat portokallis. Pra të personazheve tona, po jo si personazhe, si ne. Si shoh unë kolegët e mi të punës. Ky është tërësisht këndvështrimi im. Ose do zihesh me të gjithë pastaj. Edhe mund zihemi, po ajo mbetet prapë në kuadrin e karikaturës. Pra ka diçka të vërtet dhe një pjesë madhe është egzagerim. Ka ndonjë pasion, ndonjë gjë që ti me vërtet ke shumë qejf ta bësh edhe vërtet ne publiku nuk e dim? Rafting pëlqen shumë, sportet me adrenalinë pëlqen jashtë mase shumë. Më pëlqen të hidhem me parashut, fluturoj jashtë mase. Dua të provoj edhe me dentaplane, edhe hedhi nga avioni. Sado që sa herë që iki për të tilla gjëra, kështu ata të shtëpisë fillojnë bëjnë hall dhe I peke lajmet, vdiq njëri, peke lajmet kështu mos. Po që më pëlqen adrenalina. Edhe fëmijë kur isha më pëlqen të vrapoja shumë. Kështu që dua që edhe fëmijët e mi të eksplorojnë sa më shumë ke sportet dhe sa më pak ke teknologjia, sepse fëmijëria këto ka. Lojrat. Këto do mbash mend. Unë them kështu që kemi një personazh si ty për ta mbyllur dhe nëse vrasim fare mendjes se cila do jetë pyetja e fundit, pasi këtë përgjegjësi ta lëm ty në dorë. Hajde shikojmë një herë na bëj një herë për të qeshur kështu tani në mbyllje. Do t'ju tregoj një kuriozitet vogël. Në Top Albania Radio në Ricochet, që është emisioni që kemi gati 10 vjet që e bëjmë, është një personazh që quhet DJ Babru. Është një DJ mediokër që mendon se është DJ, mendon se është producent, dhe një komshies vetë I ngord lopa. Dhe I thot ajo të lutem do më bësh një këngë për lopën se kam pasi lidhje shumë veçantë. Ajo më ka rrit mo. Do më bësh një këngë edhe thot ky DJ, për momentin kam arrit vetëm këtë tekst, do bë tekstin, domethënë, po nuk kam gjetë ndjenjë muzikore, po ju tregoj një tekstin. Edhe teksti është kështu. E si ma bëre këtë ti mu. E si më le vetëm ti mu. E kështu be. Super hit. Super hit. Flori, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ishte jashtë çdo parashikimi. Një politikan I vërtet. Ju falenderoj dhe unë juve. Sa harroni të votoni Florin në zgjedhjet e ardhshme. Numri 66.